nuk ka mendje të çmendur që është kundër investimit. Unë i pari apo kushdo, unë në fakt kam shumë vite që kam vendosur që të them gjëra që mos të kem turp nga i me bi kur të rritet dhe më thotë o bab ç'ke thënë. Kështu që nuk jam as unë as kushdo kundër investimit, as edhe grekët. Bile po të keni parë pavarësisht komenteve që bëj servil të rilindjes, grekët në për emisionet e tyre thonë që investimi prej 4 apo disa apo më shumë miliardësh do të sjellë të mira në zonën e Jonit, se do të vinë klientë elitar, do të vinë investime dhe injektohen lekë dhe pa diskutim që grekët dhe italianët dhe Malizi janë me industri turizmi, kurse ne flasim për gjëra amatoriale. Po kjo kurse si nuk mund të zhbëj të drejtën themelore të pronës dhe të drejtën themelore të shprehurit lirisht atë që mendon. Dhe gjithë kjo histori filloi sepse prona, çfarë po ndodh? Pse e vini theksin aty? Po sepse gjithë kjo histori filloi sepse po rrihen fshatarët. Ata që kërkojnë tokën e gjyshit dhe kanë qindra vjet që banojnë në fshatin e quajtur Zvërnec. Unë nuk e di thelbin e vjedhjes së abuzimit e historisë, por di dhe kam takuar shumicën e atyre njerëzve kanë nga një AMTP në dorë ose aktin e marrjes së tokës në pronësi. Askush nuk është kundër të vi Ivanka Trump, të vi kush të dojë, ata që sjellin lek janë të mirëpritur, lusin Perëndin të shtohen, të 10 fishohen, nuk ka asnjë gjë të keqe, vetëm mirë ka për të gjithë kur investojnë lek. Por në qoftë se bëhemi një koqir dhe sillemi, duhet të flasim me të zotë të vendit. Mos ta nashkalojmë. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në Nivic në Kakome. E njëjta gjë po ndodh në Zvërnec. E njëjta gjë ka ndodhur në Rjoll. Dhe e di pse, sepse kjo arrogancë, këta e konsiderojnë Shqipërinë baçen e tyre. Nuk ka as marin, as njëri tjetër, as banor, thonë le mos të na mbyesin këta dhe e vënë në emër të zhvillimit këtë gjën. Po nuk mund të ketë zhvillim pa të zotin e vendit. Dhe të zoti i vendit janë ata fshatarët atje në rastin konkret. Në rastet e tjera janë banorët e Nivicës për manastirin e Kakomes, në rastin tjetër janë banorët e Rjollit dhe këta, duke qenë se i kanë të gjitha, kanë falsifikuar dhe manipuluar çdo dokument deri në detaj dhe tani flasin në emër të të tokës private. E para, e dyta, nuk dalin, një kryeministër i thot hajde flasim, ka shumë të thjeshtë dhe ka të gjitha mekanizmat ligjor që të bëj transparencë për 10 minuta. Të nxjerrë çfarë dokumenta disponon ky projekti që po bëhet në Zvërnec. Të thot, kemi këtë vlerësim të ndikimit në mjedis. Unë kam folur me 3 ose 4 ekspert mjedisor që janë nga më të mirë në Shqipëri dhe më autoritarët në ligjin e ndikimit në mjedis të ndërtimit. Nuk ka lejen mjedisore. Është bërë një rrethim, po bëhen ndërtime. Mund t'ju është hedhur beton në kanalet që furnizojnë dalanin e Nartës. Atje ku ju shikoni ditën vetëm flamingot, ai kanali furnizohet me ujë nga deti. E kanë bllokuar dhe e kanë devijuar. Gënjejnë, po të ngrini një dron apo të shkoni ju si gazetar, do shikoni beton të hedhur, ka buldozera, ka cila leje mjedisore parashikon që të vihet gardh me gjëmba dhe tel në det dhe të ndaj peshqit në privat dhe në publik. Cili vlerësim mjedisor parashikon që rëra ndahet edhe zhavori ndahet ndërkohë që janë të mira publike dhe janë të mira të gjithëve dhe kanë qenë aty për miliona vjet.